Parlamentar, sigurisht ashtu siç ka thënë edhe zonja Haxhiu, ne do ta përsërisim sërish Haxhiun. Ne jemi në përpjekje për t'i bërë numrat për kryeparlamentarin, po ashtu për të proceduar më pastaj edhe për qeverinë e Kosovës. Kush janë ka të numrat tjerë për 57 votave të së shtunës? Po ne jemi në konsultime dhe në dialog me nismën, edhe së shpejti besoj që do ta kemi ne përfundim rreth kësaj gjë. Nga kryepërlamentarin? Jo, nuk do ta ndryshoj. Nëse propozon zonja Shqipo Selimi, do ta votojmë. Mund t'jetë kemi ndonjë... Po tash është një vendim, ta themi, lëvizje vendosi për ta vendosur zonjën Haxhiu, si njëra ndër gratë më të votuar të lëvizje vendosje. Jo, nuk kemi. Cilat janë kushtet që i ka vendosur nisma? Nuk e di, tash do ta marr vesh sigurisht, do ta merrni vesh edhe ju pas mbledhjes. Ajo me gjithë. Atëriona ne patëm një qëndrim të deputetit të zgjedhur nga partia Lëvizja Vendosje, Arbu Rexha, të cilët ju e patëm direkt dhe kuptua se çfarë tha pra kryeparlamentarja, nuk ndryshon propozimi i tyre, vazhdon të jetë deputetja Albulena Haxhiu, e cila të shtunën nuk arriti të bëhet kryeparlamentare as pas dy tentativave të votash, atyre ju mungojnë edhe 4 vota mbas të votimit para prag të së shtunës para 48 orëve. Me aq sa kemi parë deri më tani dhe kemi takuar deputetët e gjitha partive të cilët kanë ardhur më herët për të arritur në seancën e orës 15, qëndrimet kanë qenë të ndryshme. Për shembull Dimval Basha, deputeti nga Lëvizja Vendosje, beson që do të sigurojnë edhe 4 vota për zgjedhjen e kryeparlamentare zonja Albulena Haxhiut. Ani se thotë që për qeveri do të jetë më problematike, megjithatë ai beson që do të arrijnë të sigurojnë votat edhe për krijimin e qeverisë. Nga partitë të tjera kemi pasur qëndrime mbasi edhe personale dhe jo partijake. Zoti Rashid Çalaj nga PDK ka thënë që nuk e ndryshon qëndrimin e tij, të paktën edhe personal, që nuk do ta votojë zonja Haxhiu për kryeparlamentare. Njëjtë është deklaruar dhe zoti Najit Hasani, pra ka qenë qëndrimi i tij personal, ndërsa nga LDK zoti Lutfi Haziri nuk është përgjigjur fare për ne, nuk ka dhënë ndonjë koment, ndërsa deputeti më i ri, themi për herë të parë që hyn si deputet në këtë legjislaturë, Krenar Xhaferi, ka thënë që fillimisht do ta mbajmë një takim konsultativ për të parë se si do të vazhdojmë, megjithatë qëndrimi në parim mbetet i njëjtë, ndërsa kemi edhe një deputet me një mendim ndryshe, zoti Lai Ibrahimaj nga Aleanca për Armiqin e Kosovës, i cili tha se nëse do të kandidojë apo propozoj për kryeparlamentare bashortja e Recep Selimit, pra Shqipe Selimi, do të ketë vot, do të kishte vot për zonjën Selimi, por jo edhe për zonjën Haxhiu. Këto ishin sa i përket deri më tani, duhet të shtojmë që temi shpistar të kabinetit ose të qeverisë, e cila tashmë është dorëhequr, deputetët të zgjedhur si Arben Vitia, po ashtu edhe Rozita Hajdari nuk kanë parapëqyrë të komentojnë mbi situatën, se çfarë do ndodh pas orës 15. Se të njëjtin qëndrim pak a shumë vajnë të gjithë në Aleancë. Arbërsha, po më dëgjon kur jemi te AK-ja, ka ndonjë lëvizje apo ndonjë lajm për Duda Baljen, a është bartur në grupin parlamentar, me që Adem Hoxha tashmë e kishte zyrtarizuar javën e kaluar? E kuptoj, ende nuk ka diçka zyrtare, ne po presim edhe antarë tjerë ose shefin e grupit parlamentar të AK-s. Zona time Kadriaj për t'ja bërë një pyetje të tillë dhe për ta konfirmuar dhe ta kemi në kohë reale edhe për Klan Kosova. Këto ishin gjitha asaj përket ora tani për tani, pra ora afër shënon ende edhe gjysmore jemi larg nga ora 15 për filluar seancën përpara po fillon me kohë dhe se si do të rrjedhin gjëra. Duke ditur që bën një sag e kësaj situate deri në verifikimin e raportit të punës së mandatit, më pas dhe kjo kryeparlamentare që nuk di si do të jetë epilogu i kësaj dite. E qartë, Arbresha, deri në këto momente përderisa po qëndrojnë hapësirat qoftë rreth, po qoftë edhe brenda kuvendit të Kosovës. Keni vrejtur ndonjë gjë interesante, mbas ndonjë takim të ndonjë deputetit të cilin është pak i pazakonshëm, ndonjë bisedë apo diçka e cila do t'ja vlen të ndonjë detaj shtesë që ta dinim përpara se të fillojë mbledhja. Po jo, moti është i mirë gjatë kohës saj, ardhëm ne pam edhe vetë u shërbyer me kafe, duke ditur që kemi qëndru ma gjatë, pam takime brenda bashkëpartijakëve me zvete në tavolina, mbasi për të konsultuar, por duket që dhe këta e kanë pak të vështirë, partia parë fituese nuk e kanë ende të qartë, mbaq sa kuptova nga deklarimet, gjë që nuk kupton që ata nuk e kanë të qartë se a do arrin të kenë numrat për të fituar, për të zgjedhur kryeparlamentaren. Njëherë kjo është situata e dritanishme, mbetet me u pa se çfarë do ndryshojë në ndërkohë, do ndryshojnë qëndrime, megjithatë Vendosja shprehet e bindur dhe e qartë që nuk do ta ndryshojë. Pra propozimi i tyre vazhdon të jetë zonja Albulena Haxhiu për kandidatët, themi, për kryeparlamentaren, për të cilin do ta hedhin në votim nëse arrijnë
sigurisht. Arbresha, shumë faleminderit për këtë lidhje direkte, shpresoj që të gjitha detajet shtesë në qoftë se rastësisht do të ndodhin, do t'i kemi nga Arbresha. Tash që kemi edhe Arbresha Kryeziun nga vetëvendosja, shkojmë t'lutëm, nëse kemi edhe pak kohë, mundën me inkuadru, zonja Kryeziu, Arbresha t'lutëm, do na flisni? A keni me votu, a keni numrat? E mnake e lutëm në kjo folja, Arbresha. E thyem regullin. Arbresha nuk foli, zonja Kryeziu, por këthejmë një të kjo njerë për njerë